Le të flasim për një ide aq e fuqishme sa fitoi çmimin Nobel dhe që mund të ndryshojë komplet mënyrën se si i shohim vendimet. Gjithçka nis me një pyetje të thjeshtë por që na prek të gjithëve. A është vërtet perfektja armiku i së mirës? Imagjinoni pak. Na është thënë gjithmonë se duhet të jemi si një superkompjuter, të analizojmë çdo detaj, çdo mundësi për të arritur te zgjidhja absolutisht e përsosur. Po, ja që kjo ndjekje e perfekcionit ka një kosto. Na lë të bllokuar, të frustruar, të paralizuar. Dhe për ta kuptuar më mirë këtë, le ta takojmë një personazh interesant, të cilin do ta quajmë menaxheri optimizues. Por çfarë nëse ka një mënyrë tjetër? Po, pikërisht këtu hyn në lojë Herbert Simon, një laureat i çmimit Nobel me një zgjidhje geniale dhe ç'është më e rëndësishme, realiste. Ideja e tij quhet racionaliteti kufizuar. Dhe çfarë do të thotë kjo në thelb? Shumë e thjeshtë. Ne nuk jemi superkompjutera. Vendimet tona janë të kufizuara, nga koha që kemi, nga informacioni që zotrojmë dhe nga vetë kapaciteti i trurit ton. Le t'i shohim pak më qartë këtë kufizime. Së pari, truri ynë thjesht nuk mund t'i përpunojë të gjitha të dhënat e botës. Së dyti, koha, ora ecën dhe vendimet duhet të merren. Dhe së treti, informacioni. Pothuajse asnjëherë nuk i kemi të gjitha faktet në dorë. Pra, të kërkosh zgjidhjen perfekte është si të kërkosh diçka që thjesht nuk ekziston. Dhe këtu vjen zgjidhja e Simonit. Në vend që të optimizojmë, ai propozon të bëjmë satisficing. Është një fjalë krijuar nga bashkimi i satisfy, pra të kënaqësh, dhe suffice, të mjaftoj. Pra, ideja është të gjesh opsionin e parë që është mjaftueshëm i mirë. Atë që i plotson kriteret kryesore dhe kaq. Tani, për ta bërë këtë më konkrete, le të imagjinojmë një përballje. Në një cep kemi menaxherin Simon, që ndjek parimin mjaftueshëm mirë, dhe në cepin tjetër menaxherin optimizues që kërkon perfeksionin. Fusha betejës, një restorant plot sfida. Raundi i parë, zgjedhja e një furnitori për perime të freskëta. Një detyrë e thjeshtë apo jo? Le të shohim. Dhe ja si veprojnë. Menaxheri Simon vendos 3 kritere të qarta: distanca, çmimi, besueshmëria. Analizon 4-5 furnitorë lokal dhe zgjedh të parin që i plotëson këto kushte. Problemi zgjidhur. Ndërkohë, menaxheri optimizues, ai është në një mision epik për të gjetur çmimin më të ulët në të gjithë vendin. Shpenzon 2 javë duke analizuar të dhënat, duke telefonuar dhe rezultati, restoranti mbetet pa perime dhe u mbet klient. Pra, vendimi i mirë i Simonit doli shumë më fitimprurë se kërkimi perfekt i optimizuesit. Mirë, sfida tjetër. Tashmë duhet të krijojmë menun e verave. Një detaj kyç për çdo restorant. Qasja e Simonit është super praktike. Përdor disa rregulla të thjeshta: 5 vera rajonale, 5 klasike franceze, 10 të tjera bazuar në këshillat e ekspertëve. Shpejt dhe efektivisht. Optimizuesi, nga ana tjetër, tenton të analizojë çdo verë të mundshme në planet. Përfundimi, një menu gjigante, 200 faqeshe që i ngatron klientët dhe i bllokon parat e restorantit në shishe që nuk shiten kurrë. Pra, një menu e kuruar mirë është shumë e vlefshme se një enciklopedi. Tani, situata bëhet serioze. Është mbrëmje, restoranti është plot e përplot dhe 2 kamarierë sapo kanë njoftuar se nuk mund të vinë. Krizë totale. Në mes të kaosit, Simon ka një qëllim të vetëm. Asnjë klient nuk duhet të largohet i pakënaqur. Ai riorganizon shpejt tavolinat, menaxhon situatën, edhe pse e di që shërbimi nuk do jetë perfekt. Por optimizuesi, ai përpiqet të rrillogarisë gjithçka për të arritur efikacitetin maksimal në mes të zjarrit. Çfarë bën? Shkakton një bllokim total dhe i çmend të gjithë stafin. Kjo tregon se në krizë, veprimi i shpejtë dhe i mirë menduar është më i mirë se çdo plan perfekt në letër. Biznesi po ecën mirë dhe është koha për zgjerim. Sfida e radhës, gjetja e një lokacioni të dytë. Simon vendos disa kufi të arsyeshëm. Lokacioni duhet të ketë parking dhe të jetë brenda 5 kilometrave. Gjen një vend që i plotson këto kritere dhe e mbyll marrëveshjen, duke pranuar se ka gjithmonë një farë pasigurie. Optimizuesi, si gjithmonë, zhytet në analiza. Blen raportet demografike të shtrenjta, përpiqet të parashikojë fitimet për 10 vite të ardhshme dhe ndërsa ai analizon, çfarë ndodh? Një konkurrent vjen dhe ja merr lokacionin më të mirë para hundës. Ai mbetet me raportet në dorë, por pa biznes. Sfida e fundit, një situatë e përditshme. Një klient ankohet, bifteku nuk është pjekur siç duhet. Dhe këtu shihet ndryshimi më i madh mes tyre. Simon përdor një rregull të thjeshtë. Kërko falje dhe ofro një zgjidhje të menjëhershme, si një ëmbëlsirë falas ose një pjatë të re. Problemi zgjidhet, klienti është i kënaqur. Optimizuesi, nga ana tjetër,
do të gjej shkakun rrënjësor. Ai fillon një hetim, merr në pyetje kuzhinierin, stafin dhe e bën klientin të ndihet sikur po e akuzojnë. Rezultati, ai klient nuk do të kthehet më kurrë, sepse për Simonin, një klient i lumtur vlen më shumë se të kesh të drejtë. Okej, pas 5 raundesh intensive, rezultati duket mjaft i qartë. Le t'i përmbledhim ndryshimet kryesore mes këtyre dy mënyrave të menduarit. Kur i shohim kështu, përballë njëri tjetrit, diferenca është si nata me ditën. Menaxheri Simon synon një zgjidhje mjaftueshëm të mirë, kurse në kohë dhe energji dhe pranon se bota është e paparashikueshme. Ai është i shpejtë, përshtatet. Nga ana tjetër, menaxheri optimizues kërkon perfeksionin, harxhon burime pafund dhe beson se gjithçka mund të llogaritet. Ai është i ngadalt dhe shpesh i paralizuar. Në thelb, qasja e Simonit është krijuar për botën reale. Atëherë, pyetja e madhe është, si mund ta përdorim këtë ide kaq të fuqishme në jetën dhe punën tonë të përditshme? Gjithçka përmblidhet në këtë fjali. Suksesi nuk vjen duke kërkuar gjithmonë më të mirën absolute. Ai vjen nga aftësia për të marrë vendime të mençura, të shpejta dhe të mjaftueshme, brenda kufive që na jep realiteti. Pra nuk ka të bëjë me luftimin e kufizimeve, por me punën brenda tyre. Dhe kjo na lë me një sfidë për gjithë. Cili është ai rregull i thjeshtë, ajo heuristik që mund të krijojmë për të shpejtuar një vendim që e marrim shpesh? Si mund të ndalojmë së ndjekuri perfeksionin e paarritshëm dhe të fillojmë thjesht të bëjmë progres?